Sot mund të pyesim, a është dikush imun nga mëkati dhe a është e sigurt ecja e një besimtarit nëse ai nuk preokupohet të pastrohet nga mëkati? Bibla thot jo, ne nuk jena imun nga mëkati. Të gjithë mund mëkatojmë dhe të gjithë mund të devijojmë. Sot kam zgjedhur një personazh biblik i cili është një shembull që në fakt nuk duhet njeh, por na tregon se edhe ata që janë më afër Perëndisë mund gabojnë dhe mund shkojnë shumë larg. Personazhi në fjalë është Salomoni. Salomoni, një njeri i cili kërkoi nga Perëndia urtësinë e tij dhe Zoti ia dha, por përgjatë rrugës ai devijoi. Bibla thotë që ai mori 700 princesha për gra dhe 300 konkubina. Dhe dal nga dal, nuk ishte vetëm ramja morale ajo që e cënoi atë, por ishte më shumë se aq. Ai lejoi që idhujt e këtyne princesha dhe konkubina që vinin nga popujt përreth për cilat Zoti i kishte urdhëruar të mos bënin martesa, ata i sollën me vete dhe idhujt hyne edhe në zemrën e Salomonit. Dhe për shkak të kësaj, Zoti i thot Salomonit te libri i parë i Mbretërve, kapitulli 11, vargu 11. Me qenë se ke ba këtë gjë dhe nuk ke respektu beslidhjen time dhe statutet e mia, që të kisha urdhëru, unë do ta heq mbretërinë nga dora dhe do t'ja jap shërptorit tënd. Pra, Zoti heq privilegjet, Zoti heq të gjithë vajosjen dhe caktimin e tij nga një burr që quhej njeriu më i urtë në botë, për shkak të diçkajet, për shkak se ai kishte largu zemrën e tij nga Zoti dhe kishte leju që idhujtaria me hyn në zemrën e tij. Pra kur njeriu më i urtë, për cilin duket e pamundur largohet nga Zoti, noll kjo gjë, aq më shumë për ne mund nollin dhe jemi të hapur që këto gjëra të nollin. Jeta e Salomonit është thjesht një paralajmërim i shenjtë për të gjithë ne, që të qëndrojmë afër Zotit, i bindemi në fjalës së tij dhe të ecim në statutet e tija, sepse asgjë s'është e sigurt nëse ne bëjmë kompromis me gjërat e botës. Shpejt idhujtaria mund të futet në jetën tonë, ne mund të ftofena në besim dhe largohena. Kini kujdes. Zoti ju bekoft shumë.